Dhe tani jemi rikthyer në studio për të vijuar me horoskopin ekonomike, për të parë së bashku se si nis kjo javë e re për 12 shenjat e zodiakut. Nisim si çdo ditë tjetër me dashin në shenja e parë në radhë, kështu që natyrshëm është e kuptueshme. Dita sjell mundësi për të rifilluar projekte që kishin mbetur pezull. Energjia është e lartë, por kujdes me vendimet impulsive në punë. Në aspektin financiar mund të shfaqen shpenzime të papritura, ndaj në këtë rast, planifikimi është thelbësor. Këto janë gjërat që duhet kenë parasysh të gjithë ata që i përkasin shenjës së dashit. Dhe tashmë ndalemi tek Demi. Durimi dhe këmbgulja do të shpërblehen. Në vendin e punës pritet stabilitet, por mos pranoni përgjegjësi që nuk ju takojnë. Financat kërkojnë kujdes, veçanërisht për investime të reja që mund të duken tërheqëse, por janë të pasigurta. Për të vijuar tani tek binjakët. Kjo ditë nxit komunikimin dhe bashkëpunimet e reja. Mund të merrni një ofertë që sjell përfitime afatshkurtra. Në ekonomi, fitimet mund të rriten nëse arrini të përqendroheni tek një drejtim i vetëm pa shpërndarje energjish. Dhe shkojmë tek Gaforja. Në punë do të ndiheni më të motivuar për të zgjidhur çështje të lëna pezull. Bashkëpunimet me njerëz me përvojë do të jenë të frytshme, ndërsa financiarisht shmangni blerjet që lidhen me dëshira momentale dhe fokusohuni tek nevojat reale. Pra me pak fjalë, kurseni sa më shumë para. Shkojmë tek Luani. Mund të jetë një ditë që ju sjell mundësi për afrimin në profesion dhe arritje të tjera. Vendosni prioritete të qarta dhe mos lejoni që krenaria t'ju pengoj në bashkëpunim. Në aspektin ekonomik, pritet stabilitet dhe një rritje e lehtë të ardhurave nga projekte personale. Këto janë treguesit për ditën e sotme për shenjën e Luanit. Për të vijuar tani tek Virgjëresha dhe për të parë së bashku se si do të jetë situata ekonomike dhe profesionale e kësaj shenje të horoskopit. Puna kërkon përqendrim dhe vëmendje ndaj detajeve. Do të jeni të saktë dhe efikas, çka do të vlerësohet patjetër nga të tjerët. Financiarisht situata është e qëndrueshme, por shmangni huat dhe shpenzimet e panevojshme. Tashmë shkojmë tek Peshorja. Marrëdhëniet profesionale kërkojnë kujdes dhe ekuilibër, mos u përfshini në debate që mund të ndikojnë në imazhin tuaj. Financat janë në përmirësim të ngadalt, por kërkojnë më shumë disiplinë në menaxhim. Vijojmë me Akrepin. Në punë mund të shfaqen sfida që do të testojnë durimin tuaj, por do të dini si t'i përballoni me vendosmëri. Kjo është ditë e mirë për të nisur plane afatgjata. Në ekonomi, investimet strategjike mund të sjellin fitime të qëndrueshme. Shkojmë tek Shigjetari. Ndjenja e ndryshimit është e fortë, mund të dëshironi të dilni nga rutina profesionale, por mos e bëni pa analizë. Financiarisht është periudhë që favorizon shpenzimet për zhvillim personal dhe arsim, jo për luks. Shkojmë më tej tek shenja e radhës, do të ndalemi tek Briciapi. Dita mund të jetë e lodhshme, por përpjekjet e qëndrueshme do të japin rezultate. Shmangni konfliktet në punë dhe fokusohuni në detyra konkrete. Në ekonomi ruani kursimet dhe mos merrni vendime të ngutshme për investime. Nuk është kjo koha më e mirë për ta bërë. Shkojmë tek Ujori. Kreativiteti dhe idetë e reja janë pikat tuaja më të forta në këtë moment. Mund të shfaqet një mundësi profesionale që kërkon guxim për ta pranuar. Financiarisht mund të përfitoni nga projekte dytësore që deri tani i keni lënë pak pas dore. Shkojmë tek shenja e radhës dhe e fundit, Peshit. Intuita ju udhëzon drejt vendimeve të duhura në punë, sidomos në fushat krijuese. Mos keni frikë të prezantoni idetë tuaja, sepse kjo është një kohë ku ato mund të vlerësohen, dhe sa i përket më tej aspektit ekonomik, fitimet janë të qëndrueshme nëse shmangni gjithmonë shpenzimet e paarsyeshme. Pra gjithmonë duhet të tregohemi pak më objektiv kur vjen fjala tek shpenzimet. Në rast se nuk na duhet, nuk kemi pse t'i shpenzojmë ato para edhe pastaj ta gjejmë veten krejt papritur përballë vështirësive financiare që nuk janë asnjëherë të mirëpritura, aq më tepër në këtë kohë të muajit. Është data 27 tetor, është edhe java e fundit e muajit, kështu që lind natyrshëm nevoja për të treguar shumë të përpikt me çdo shpenzim që bëjmë, edhe të vendosim disa prioritete, ti realizojmë ato nevoja të cilat janë mëse të duhura për të bërë dhe të lëmë pas shpenzimet e luksit që përveç se mund na prishin ekonominë, nuk na bëjnë të lumtur. Mirë, kemi përfunduar kështu edhe me horoskopin ekonomik për 12 shenjat e zodiakut.